i përfunduar. Edhe Çeçon se kishim merak Gjogasit dhe mos e morëm Çeçon. Edhe Çeçon dhe Bulet e Persefoni, të dyja janë të reja, të restauruara, të rregulluara. Pushimin që bëhet në fakt pjesën e ardhimit lart për ato vizë e pllakave që ishin vetëm të bardha, por ta shohësh në lart ata shumë bukur. Më parë ishte targa shumë përbushur. Shpresoj me fondin që edhe pjesa e fasadës ne kemi pastruar në fakt, siç e rriuar pak. Por nga pesha nga vitet ka çarje dhe duhet ribër mbase një fazë të dytë. Ndërkohë është kthyer në një skemë të hapur eventesh, koncertesh pa. Këtu do rrotullohen autobusat. Shotullim. Sepse gjithë zona historike këtu, gjithë hotelet që fillojnë tani këtu fundojnë. Praktikisht asnjë makinë nuk kalon. Edhe Vetëm hotelet rregullohen tani janë autobusat, mësuar që vinë dhe ja marrin dhe bagazhet kur janë të sistemuar në hotelet e qendrës historike. Si jeni? Punë të mirë keni bërë, bravo. Edhe në pjesën e pemëve, janë vendosur dhe pemë dhe stola njëkohësisht për të ulur. Edhe dritaret duhet të shikosh dritaret se edhe ai ishte një merak tjetër ku vajten vagonat për të ulur përkësitet e reja. Tani ajo është e bukur sepse është kthyer në vend ku bëjnë foto të gjithë, është kthyer si destinacion fotosh për gjithë turistët që vinë si simbolike. Dhe ka një kështu se ishte shumë mirë ndruar e mori ashtu. Kjo del shumë bukur aty, forma i dritare. Plus që kemi dhe një lidhje me pjesën poshtë që është qendra kulturore e fëmijëve me një obor të madh, e gjitha e rinovuar dhe ajo nga bashkia me një projekt. Edhe krijon dhe lidhet shumë mirë kur ka panaire, kur ka koncerte, është vërtet shumë interaktive si ndërkohë projekti vazhdon, pra ka një pjesë tjetër po, ku gjeni njerëz tjetër do t'ja tregojmë që vazhdon dhe lidh këtë pjesë tu me kaldrëmet që shtrat kronje që quhet. Edhe gjithë kjo ka rihezuar gjithë zonën, kanë filluar blerjet e disa shtëpive që ishin të rënuara praktikisht. Edhe po kopjojnë në kuptimin e mirë të fjalës njëri tjetrin, sepse praktikisht kjo këtu është hotel. Aty është qendra kulturore e fëmijëve që ka gjithmonë aktivitete, kurse të ndryshme. Ky sheshi këtu edhe ky kthehet gjithmonë në një shesh aktivitetesh, domos kur fëmijët e shkollave kanë aktivitete dhe pastaj vazhdon gjithë komunikimi në lagjet e poshtme. Me projekte tipa kemi ndërhyrë tek KFF-ja që ajo ishte Shqipëria 70 pa vendor. Janë më shumë se 10 klasa, gjithë e pjesën e fëmijëve. Dhe vazhdon projekti me pjesën e 7 kronjve që lidhet deri me rrugën nacionale. Dhe është vërtet punë se është e gjitha me gur, me skalitje. Këshin të shikuar për të pronin e Utopoint, për shkak se ishte i Bankës Botërore dhe patën një problem, por unë besoj që duhet. Megjithatë lajmi i mirë është që në lagjet që janë më të thella, të cilat kur mbaroi pazari, të gjithë ankoheshin dhe thonin bët vetëm qendrën, bët vetëm qafën e pazarit. Tani ka filluar mikrobi, në kuptimin e mirë të fjalës, i rihetëzimit të shtëpive një nga një. Sepse praktikisht tregu është i tillë që kërkon shumë më tepër kapacitete shtretish. Tani puna është kalarja brenda muzejit Kalas duhet të jetë objektivi. Kryeministri unë duhet të falenderoj në fakt për rrugën poshtë Kalas. Ka qenë 2 rrugë që ishin duke urrëzuar. Dhe në këtë plan të mobilitetit janë zhduhur dhe zgjidhur një vërtet një problematikë shumë e madhe. Gjithë të 2 rrugat që lidhin pjesën e poshtme të qytetit me pjesën e sipërme. Duhet bërë muzeu i Kalas, ai duhet të jetë atraksioni përpara. Duhet të jetë destinacioni. Ai duhet të jetë edhe ai pjesa që më tregohet i mua, pjesa ishte si e mbyllur që aty edhe ajo është shumë e bukur, edhe aty duhet